Violeta Dema, asambleiste e AK-s, ka thënë se duke pasur parasysh parregullësitë e shumta në gjithë qeverisjen e tanishme e në veçanti në sektorin e arsimit, po vërejmë se po bëhen shkelje të mëdha. Duke marrë parasysh që kryetarja është thirrur dhe ka premtuar që qeverisja tanishme të jetë shumë profesionale me theks të veçantë që do të ketë arsim të mirëfillt në komunën tonë, ne i drejtohemi kryetarës të na tregoj se a është profesionalizëm kjo vonesë, cilat kritere profesionale janë përdorur në vlerësim, cilët janë kuadri profesional që keni përzgjedhur, apo mos është ky kriter profesional i pritjes deri në përzgjedhjen e njerëzve fare fisnor dhe të ndërlidhur me mbiemrat e juaj. Ajo pati edhe pyetje për përfaqësues të drejtorisë së arsimit. Edhe sa kohë mbas 9 muajve ju duhet të keni arsyetim qeverisjen e kaluar. Ky është profesionalizmi juaj, t'i leni nxënësit e shkollës Yll Morina të mbledhin nëpër shkolla tjera. Stafi konkurrues vazhdon të intervistohet, nxënësit janë pa mesimdhënës. Furnizimi me derivate për ngroje ende nuk ka kontratë. Ju kujtohet se data 15 tetor shënon fillimin e sezonit të ngrojes? Të nderuar, keni të bëjmë me një kategori të ndjeshme fëmijët, kur dihet se sa zgjasin procedurat të nderuese. Nepotizmi në kulminacion. Vlerësojmë se duhet të jetë një i afërm, shoqe apo shok i kësaj qeverisje për t'u punësuar. Nga ana tjetër, kritika të tjera pati asambleisti Hamës Cena, ish udhëheqës i sektorit të arsimit në Gjakov. Drejtoria e arsimit punon në Universitetin e Prizrenit, njëherë punon edhe në kolegjin AB. Edhe pse u freskua drejtoria e arsimit me kuadër profesional, një pensionist i nderuar, zotëria Gjimjaka, që kam respekt për ta, se ka përgatitje profesionale pedagogjike, edhe një udhëheqës i sektorit të arsimit afër pensionit, edhe një jurist i cili është praktikant, prapë se prapë, për herë të parë në historinë e arsimit të Gjakovës, që s'ka ndodhur kurrë, as para lufte, as pas lufte, as gjatë luftës që të fillon viti shkollor, edhe ende kuadri edukativ arsimor është i paplotësuar në përshkolla. Pyetja në vazhdimsi që do t'ju sjell në qeverisjen tuaj do të jetë: a kanë rrymë institucionet komunale sepse më duhet të konkurroj në një konkurs të shpallur nga komuna, përfundoi Dema.